Stine ka ndarë mendimet e tij më të thella mbi largimin nga Big Brother VP. Albania 5 në një intervistë për Big Brother Radio me Elona Duron. Ai shpjegoi se vendimi erdhi pas një reflektimi të thellë personal dhe nevojës për t'u rikthyer te familja. Në primejnë e 10 janarit, ai befasoi publikun duke deklaruar se nuk ndjente më dëshirën për të vazhduar lojën, pasi motivi që e kishte shtyrë të hynte në shtëpi kishte humbur, duke e bërë të ndihej në vendin e gabuar. Hyra për të luajtur, por kur dëshira ikën, gjithçka humbet kuptimin. U përpoqa të ambientohesha, por nuk funksionoi, tha ai, duke theksuar se vendimi ishte tërësisht personal. Pas largimit, Stine zgjodhi të mos jap intervista, por në këtë bisedë zbuloi anën emocionale të vendimit, duke nënvizuar se familja ka qenë gjithmonë prioriteti i tij. Familja është mbi gjithçka, u shpreh ai. Ai sqaroi se nuk ka asnjë keqkuptim me produksionin apo banorët dhe se largimi ishte një nevojë për të respektuar veten dhe ndjenjat e tij. Në fund të ditës jemi njerëz. E rëndësishme është të jesh në paqe me veten, përfundoi Stine, duke e konsideruar këtë një hap të domosdoshëm për ekuilibrin e jetës së tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.